për situata të caktuara, si mund ta gjykojë ti në këtë rast? Pra të fëmia të mësohet që drejtësia është një gjë shumë e madhe, të mësohet edhe në familjen e tij, edhe në jetën e tij, po edhe në shoqëri, sepse ky fëmijë nesër mund të jetë fare mirë një njeri që ka pushtet në dorë, mund të jetë një njeri që ka ligjin në dorë, mund të jetë një njeri që ka autoritetin në dorë. Ne kemi të bëjmë një familje në cilën është diskutuar për çështje të caktuara, në aspektin juridik, kush e pati drejt ky apo ky. Daudi alayhis salam ishte profeti i Zotit. Dhe profetët janë gjithmonë të drejtë, thash ishte edhe pushtetar dhe u dallua prej pushtetarëve të tjerë me drejtsinë e tij. Por aq e shëndosh ka qenë koncepti i drejtësisë në këtë familje, saqë fëmia Sulejmani e merr e trashëgon këtë lloj ndjeshmërie prej jatit, madje Zoti e dallon më shumë se sa dhe e jati. Prandaj thash, kjo është ajo vlera që ne duhet të mësojmë prej kësaj familje, që drejtësia është shumë e rëndësishme. Njeriu kur ka mosi, kur ka pushtet, qëllimi i këtij pushteti është vendosja e drejtësisë, por edhe kur nuk ka, të paktën njeriu ta di që nuk është e drejta. Se nëse do të jetojmë me këtë gjë, edhe kur nuk ke mundësi do të pozicionohesh me të drejtën. Çdo prind ka dëshirë që fëmia i tij të jetë me të drejtën, mos pozicionohet tek padrejësia, por ne duhet ta ushqejmë këtë koncept që në vegjëlrinë e fëmijëve tanë apo rininë e tyre.